nuk mund të them se e pranova mirë, sepse kishte 10 ditë sa po e kisha humbur nënën, personin të cilën unë e kisha kratë të gjatë mbas të gjithë sfidave që i kisha përjetuar, personi i cili gjithashtu kishte vuajtur nga karcinomi i mitrës dhe të cilën unë e shifsha si përkrahjen më të madhe. Por në moment, do të thënë, unë ndjeva shumë keq, vetëm një moment fillova edhe thash o Zot, po edhe këtë më çove këtë sfidë mbas gjithë atyre. Po moment mendova se çdo gjë ka një arsye që vjen. U mundova që më e fortë. Në atë moment e thira vllaun, bisedova, e thira motrën, do të thënë u tregova. Dhe vendosëm që e mërkuri ishte atë ditë kur e mora diagnozën, të ejtën direkt të operohem. Nuk desha të shkoj në Turqi, nuk desha ta lej më tepër ta shtyj operacionin dhe direkt vendosa të operohem dhe vendosa që të nesërmen me njëherë u operova. Ka qenë sigurisht edhe pak edhe insistenca e doktorit edhe që e thej, sepse kanë insistuar, mund ta kishe lënë vetëm me aq, duke menduar që nuk është asgjë, mund ta kishe lënë me aq, por që mund të kishte përparuar. Prandaj falenderoj shumë, domethënë, se ishte ai që më telefonoi. Unë isha gjithkohës me njerëz, bile u habita shumë kur e pash numrin e doktorit dhe thash, doktor, po tani nuk mund të operohem herën e parë kur operova. Se thash, nana, sa vinë njerëz, ende, tha, shëndet jotë është mbi të gjitha, tha, unë do të kisha insistuar, ta heqim atë. Qofim çfarë është. Dhe falenderoj shumë, domethënë, sepse falja ti, ndoshta unë u operova, ndoshta do ta kisha neglizhuar edhe më tepër dhe do të kishte avancuar edhe më tepër, duke qenë se karcinomi që kishte ishte invaziv dhe ka një prognozë jo shumë të mirë nëse lihet më gjatë kohë, nëse shtyhet.